zhvillimet e tashme, profesor, thu që kjo kushtetut nuk po i bje tamam këtyre zhvillimeve, këtij realiteti. Dhe se një prej tyre është edhe ky aspekt i krizës kushtetuese, siç e thatë. Po, fakti dhe akti që po has, si thuhet, Gozhdan Sharr është rasti më i mirë i precedentit. Thonë, nuk është një problematik e madhe që nuk mundet më bë. Një kuvend i cili është interesuar me dalë për këtij ngërçi, mundet me zgjedh me një, si me thonë, me një shtesë ligjore, normative në kuadër të kuvendit, se kuvendi bjen ligje, edhe me ndroi punën e presidentit me zgjedh mirë drejt për drejt, edhe me shku matutje. Pra, por me që kjo është një pengesë, thashtë dilema më e madhe për mendimin tim është... Po kërkoni një kustum tjetër kushtetues. Një kustum tjetër i cili duhet me ndryshu. Ja dhe ju e thatë, nuk e di e thatë vetëm si ide, si parantezë, por fakti dhe akti që jemi në krizë, kjo dëshmon mas miri që në duhet me ndryshu diçka. Nuk është fjallat tek kompromise, se që arkitektura po thot me bo kompromis. Por të kim një rrethon 3 kur një subjekt ka marrë ma shumë se sa 50%. A unë mendoj që arkitektura Ahtisarian është projektu që asnjë subjekt mos me dominu mbi tjetrin. Ne kemi një rrethon viti 2023, dhjetorin 28-it, kur për herë të parë një subjekt, vetëvendosja, fitoi në mënyrë absolute shumicën. Edhe në gjykimin tem kjo, me që ka projekcionin për ndryshim, që e ka emëruar vetë si Republikë e Tretë, që unë jam në fillet e saj për më ndryshu kjo. E si duhet ndryshohet kjo arkitekturë, unë nuk e kam dilemen. Dilema e vetëm është pse nuk... Sa po e përmend Republikën e Tretë? Republika e Tretë se ka përmend Albini. Ajo është një republikë faktikisht parlamentare që e kuptojnë, ku nuk do të ketë dallime gjinore, klasore, religjioze, domethënë qytetare. Nuk e ka dhënë shpjegime të qarta, ka thënë vetëm që ideja për Republikën e Tretë do të jepte kuptim pavarësisë së Kosovës. Asnjë që së paku deri tash ka thënë zoti Kurti. Predikimi jem është. Mirë po Ju si po e lexoni, domethënë. Unë e po e lexoj ashtu edhe ndoshta nuk është ashtu hiç. Por se kam edhe këtu dilema. Dilema është që e fitoi 51.1 sake. Është fitues absolut. Astrogova nuk ka mujt me fitu qëto. Pse nuk e provoj për me ndryshu? Ose, nështë me fillu me ndryshu me qitë shumicë absolute në kodër të kuvenda. Qeverinë ka pas gjdo letë që ka dasht me imponu kishë mund me kalu. Po ekzistojnë procedura. Pengesa ka qenë tek presidenti. Dhe me thonë, në gjykimin tem, hajde po themi pushtimi, s'po thëmë kapja. Se ata po i thënë kapja dhe çkapja. Se po më duket ky nocion, ata po vetëvendosja e përdori kapjen, ish establishmentit, a në fakt është ndodhi njëti proces. Edhe këta janë të mënu me kap. Faktikisht tas po thënë kapje, po po i thënë çkapje. Po është një tjetër temë. Pra, në gjykimin tem, fakti dhe akti që Albini me dhe vetëvendosja nuk provoj me qitë shumicë absolute, 51%, 51 pikë, me provu, me gjetë një zgjidhje me prolongu qëtë projektin e Republikës Tretë, që shequjnë ata, që edhe nuk është jale borur, a në fakt, ata, si me thonë, strategët e vetëvendosë, si kam dëgju, shpesh, ata po thojnë, na nuk kem nevojë me thonë, mo, që po e kontestojnë flamurin, stemen, Republikën. Në faktikisht jem tuk e vepruar. Ata thonë, mirë po nuk po shoh ndryshim në praktik. Edhe tashti, dilema me madhe për mua është, nëse ti nuk e ke provu me bo qëtë ndryshim normativ, në kodër saj arkitekture, me 51%, nuk e arritë 60%, tashti e ranë 43, 4, 5, sa, nuk është për rëndësi. Dilema në gjykimin tem është, ti apo donë me bo një farë time outi, pe prolongon projektin që e kanë strategjik, për hirë që e kitë sigurin që e ki fitore në absolute në pushtet në bajtje. Edhe, tashti në qofë se ka pas qëllimin me mirëmbajt, me majt pushtetin, 6 vjetë, me bo 10 vjetë, për bo kjo është e papranueshme, dhe me thonë nuk e qenë një sinqert, edhe unë jam shumë i binën që ky elektorat ka me dënu edhe Albini edhe çdo kënd,
se ti faktikisht nuk e ke pas në target qëllimin, imperativin që ke pas për Republikën e Tretë, pra për me ndryshu arkitekturën, po e ke pas, e ke pas qëllimin për me nejtë pushtet. Për mu që kjo është, këtu Albin Kurti ka me ranë provim, se nuk mundet ma, ka me lind një Albin tjetër i ri, unë e shpresoj gjeneratët e reja. Shiko, na nuk jem të përjetshëm, gjdo karizmë politike, gjdo lider e ka si me thonë, një periud vetën, edhe aja në qofë se nuk shkon ideja, por kjo ja ka qitë vetët prej fillimit. Se shiko, vetëvendosja ka vepru në gjykimin temë në 3 faza. Faza e parë sa ka qenë, si me thonë, opozit, me protesta, me revolta, do me thonë, e ka kontestu gjdo gjë që ka ardhur prej kësaj kushtetute. Dhe kjo është një element që dëshmon që këta nuk e kanë pranu këtë arkitekturë ahtisarione. Prej fillimit e kanë kundërshtu. Gjdo gjë. Ardhja e tyre në pushtet ka fillu me ndryshu kursin, edhe nashta ata e kanë majtë kursin për me fillu me realizu projektin në mënyrë të heshtun.